Me të dy bashkë më që Egli duhet shkonte. Më shumë është bërë e famshme mamaja Laertit me Saga Paula Laerti. Se sa Laerti. Dhe unë jam me këtë që Egli është bërë copash për këtë Big Brother. Nuk ka bërë ndonjë loj wow. Nuk është bërë copash për hir të lojës, është bërë copash për hir të gjestit. Po, vetëm për këtë që e ka jetuar Big Brotherin në lëkurë, vetëm për këtë fakt ajo e meriton finalen para Laertit, i cili bënte gicmic me Valbanën, e nxori Valbanën jashtë dhe ka qenë ai lojtari i rezervë Rozanës, që Rozana herën diste herë fikte. Pika kulminante e Laertit ka qenë vetëm kur u nda me Valbanën dhe video e tij që ul brekët, asnjë lloj gjë tjetër. Pra, te Laerti, nga Laerti çfarë mbaj mend? Vetëm këto dy gjëra. Ndërkohë Egli ka dhënë shumë absolutisht. Po Rozana unë e di shumë mirë që Rozana e dinte se çfarë po bënte në momentin kur zgjodhi Eglin dhe Laertin. Patjetër, ja dha si dhurat. Hej, unë jam Fatosi dhe ju ftoj të shkoni në YouTube, Andale Ale dhe të bëni subscribe aty për të parë episodin e plot. Mos u humbisni.